i përkas kategorisë që shumë gjëra kanë lindur në këtë troj, shumë gjëra që kanë bërë me civilizimin, përfshi dhe teatr. Dhe ne kemi shekuj që po na bie. Dhe këto 300 vjet, nga 1717 deri tani, mendoj që ka një plan ugurzi për të na shkatëruar, për të na zvogëluar, për të na deformuar, për të na penguar. Dhe ajo që është më e dhimbshme është që ata që e kanë për qëllim nga jashtë gjejnë një terren të shkëlqyer këtu brenda. Për shembull, Shqipëria ka një vijë kufiri me Kosovën. Dikur kjo vijë kufirit ka qenë vijë kufirit Shqipëri-Serbi. Tani është Shqipëri-Kosovë. Nuk e kuptoj çfarë dreqi mendje është ajo që vën një tra në rrugën e Kombit, vën një tra. Pastaj vetë një tra këtu dhe nuk bën asnjë përpjekje për të fshirë këtë vijë kufiri që tashmë është Shqipëri-Kosovë. Jam kategorikisht kundra hapjes së pikave të kalimit. Jo më të kalohet ku doj. Në çdo sekondë, le të kontrollohet malli në Durrës kur hyn, malli tregtar, le të kontrollohet ku diun pika doganore që ka nga Malizi, nga Serbia. Pastaj i gjithë territori duhet të jetë pa tra, pa kufi. Nuk e kuptoj, domethënë bëjmë këtë edhe kjo gjëja pastaj më çon tek ajo që thoni ju që ka një plan. Çuna kemi qenë në vitin 1717. Më falni që u flas çuna. Po ju flas për që di e mirë. Edhe kemi qenë në 1717, kemi qenë 196.000 km². Kemi qenë 196.000. Tani sa jemi 28.000? 28.000 km² jemi, po. Nga 196, 160, 120, vetëm 100, ajo që quhet Shqipëria e Madhe, vetëm 28. Profesor, dëshirën e popujve të tjerëve na zvogëlune, e kuptoj, po unë s'kuptoj dëshirën e vetë shqiptarëve me mos u bashku me njëri tjetrin. Është kjo që sapo diskutuam. Vasal, shërptor të këqij.